Rasim Sopajt i është bllokuar xhirollogaria bankare nga se sipas gjykatës në Suarek, ai ka humbur një padi për kthim mjetesh, ndërsa nuk ka paguar 12 euro gjysmë taksë gjyqësore. Gjykata përmes një shkrese ka kërkuar ekzekutimin e borxhit për taksën gjyqësore në vlerën prej 12 euro e 50 centësh. Rasim Sopaj, punëtor i PTK-s, para disa vjetësh kishte bërë padi në gjykatën komunale në Suarek për ndarje të pasurisë me vllain e tij. Në vitin 2001, Sopa kishte paguar ekspert të gjeodezisë dhe kadastrës për të dalë në terren në lidhje me kontestin pronësor me të vllain, por këta ekspert sipas tij nuk e kishin kryer punën e tyre. Për këtë, ai kishte paditur gjeodezinë dhe kadastrin. Rasim Sopaj i tha gazetës Jeta në Kosovë se nuk e ka borxhin për të cilin i është bllokuar xhirollogaria, ndërsa bllokada e vendosur ka bërë që Sopaj të mos mund ta tërheqë rrogën e tij. Kur ta na merr për gjykatës themelore në prezident thirrja me pagu dikon 12 euro apo 13, nuk më kujtohet sakt, gjëja se kom bërë ankesë në shkallën e dytë të gjykatës themelore në prezident, e unë s'kom bërë ankesë, sepse s'kom marrë pjesë në gjykim. E ai gjëja se jam atë ankesë kom bërë për shkallën e dytë që më vërtetu. Unë nuk e kom bërë dhe ju thash aty në referentave aty që unë s'kom bërë ankesë, si të paguj kjo është skandaloze, s'mundu më paguj për një sen shka se kom bërë. Edhe ata me atë mlef ma blokojnë xhirollogarinë edhe që 12 ditë së më po marrë rrogën prej. Në gjykatën themelore në Suarek thonë se propozimi është bërë nga gjykata për ekzekutimin e taksave gjyqësore, pasi i njëjti nuk i ka paguar ato me kohë. Gjykata thotë se taksa gjyqësore prej 12 eurosh e 50 centësh është për plot fuqishmërinë e aktit gjykimit civil e jo për ankesë, pasi Rasim Sopaj i ka pasur 2 lëndë në këtë gjykatë. Ndërsa në këtë rast, sipas gjykatës, kemi të bëjmë me lëndën për kthimin e mjeteve, ku Rasim Sopaj e ka paditur komunën e Suarekës që t'i kthehen mjetet që ja ka paguar drejtorisë së gjeodezisë për daljen në terren, për matjen e tokës dhe të tjera. Përfundimisht, derisa Sopaj të paguaj 12 euro e gjysmë, në xhirollogarinë e gjykatës, xhirollogaria e tij do të mbetet e bllokuar.